Përshëndetje të mirë dhe mi, kudo që të jeni. Nënetarua këtu po ju bën një parashikim për shenjat e horoskopit dhe në këto shenja është Dashi, Luani dhe Shigjetari për ju, shenjat e zjarit të parat. Të shikojmë se çfarë do sill ky muaj korik për ju të gjithë së bashku. U kam darë 3 grupe letrash, parashikimisht i përgjithshëm. Më shumë është parashikim emocional, por dhe parashikim psikologjik. Do të thosha që do hyjmë dhe pak në dëshirat tuaja nga ana psikologjike dhe emocionale. Të shikojmë se çfarë do na sillin këto letra. E para është Dashi, e dyta është Luani dhe e treta është Shigjetari. Po jeq nënetarua këto letrat, sepse kemi dhe letrat e zemrës, domethënë është pastaj kemi dhe mesazhe nga ëngjëjt që të shohim se çfarë mesazhe do na sjellin ëngjëjt në parashikimin tuaj. Okej? Vazhdojmë me parashikimin. Ëndrat, vazhdojmë me parashikimin për muajin korik në shenjën e Dashit. Kjo letër na tregon që diçka e bukur po vjen në jetën tuaj, është ëndrat po bëhen realitet. Shikoj që ka ardhur fundi diçkaje dhe një fillim i ri për disa nga ju. Shikoj që për shenjën e Dashit këtë moment ëndrat tua po bëjnë realitet dhe është një letër kënaqësie. Me sa shikojmë që po përmbush një dëshirë tënde nga e shkuara dhe kjo është një përmbushje dëshire me këtë letër. Kjo letër na sugjeron që duhet të hapim një derë të re. Një derë të re në lidhje me paqen, në lidhje me kohën tonë, në lidhje me kënaqësitë tona, me gëzimet tona, dhe të jemi të qartë se çfarë duam tani tutje në jetën tonë. Kjo letër ashtu na sjell që në çdo marrëdhënie që mund të jemi, sepse dëshirat janë të mëdha për muajin korik, por disa gjëra do të plotësohen më shpejt nga ç'e mendon. Do të vi diçka shumë e bukur, do të vi diçka e vërtet, por mos harroni që të jeni të hapur me dëshirat duke i kërkuar universit gjëra të reja për veten tuaj. Shikoj që këto gjëra të reja do të plotësohen, do të bëhet diçka realitet. Nuk e di se çfarë ëndër ke këtë moment. Mund të duash një rikthim, mund të duash çfarë do zemra jote. Me këtë letër unë shikoj që diçka e vërtet po vjen në jetën tënde. Diçka që ti duhet tregosh mirënjohjen ndaj Zotit dhe universit, por dhe diçka që në këto ëndrat që ti shikon gjatë netve, gjatë shenjave të tua, është një shenjë që po të tregon çdo gjë që ti ke menduar dhe kërkuar nga Zoti, unë po ta bëj realitet. Unë tani do të thosha që në këtë letër gjithashtu po të jep një ndjenjë emocionale shumë të bukur, ajo varet nga ana fizike, dhe shikoj që duhet të angazhohesh me aktivitetet që të sjellin ose të kesh njerëz që të sjellin të buzëqeshje, të sjellin harmoni, të sjellin diçka që ti të jesh në aktivitet pozitiv me veten. Me sa shikoj, kjo letër më tregon që një miku jot mund të jetë dhe më i pasur nga ty, ose një mikesha jote mund të jetë më e pasur nga ty. Me sa shikoj, ky person kërkon që të kënaqë ty, të sill kënaqësi shpirtërore, dhe ky afrohet për të dhënë ndihmë, për të motivuar, për të mbajtur afër, për të dhënë fuqi. Çfarë duhet të bësh ti? Ti duhet ta falenderosh këtë person dhe duhet ta marrësh, ta nxjerrësh për një drekë, për një kafe, sepse me sa shikoj unë në jetën tuaj, në partneritetet tuaja ose në burrë grua, në një martesë, shikoj që nuk po i shijoni dot më këto gjërat e bukura dhe gjërat e vogla, sikur një akullore me një person, me personin e zemrës, sikur një akullore të ashtë, të diskutoni dhe të flisni sy në sy me njëri tjetrin. Ka ardhur momenti që ti ta marrësh partnerin dhe ta shijosh këtë akullore, por të mendosh sikur je një fëmijë atë moment kur ti e ke këtë partner afër. Duhet të aktivizohesh që të bëhesh e lumtur, sepse po të presësh nga partneri, kur s'ke për të bërë e lumtur. Me sa shikoj këtu, universi po të thotë që unë të kam dërguar bollokun, të kam dërguar gëzimin, sepse të gjithë pak a shumë e kemi një farë ekonomie në jetën tonë që sikur na ka ngritur pak atë lumturinë, apo na ka dërguar atë përmbushjen e dëshirave tona. Dhe kjo letër më tregon që ti tani duhet të kënaqesh. Duhet të kënaqesh dhe të vazhdosh të ecësh përpara. Kurse mjeshtri më tregon që disa nga ju do ndjej çlirimin e energjive negative. Me sa shikoj,
në muajin korrik, disa persona do falin lumturinë, do jenë të lirë më saktë, do jenë të lirë, do jenë më të dashur, do falin dashuri, do falin çlirim të energjive, por edhe negativitetet që kanë mbledhur do t'i çlirojnë, do t'i flakin nga vetja e tyre. Me këtë letër shikoj që ti je shumë e frikësuar kohët e fundit dhe ke shumë dyshime. Dhe këto dyshime të kanë mbajtur duke të penguar që mos lullëzosh dhe mos ecësh përpara në çdo lloj marrëdhënie që mund të kesh qenë. Ti ke manifestuar mjaft, shikoj që me këto manifestimi që ti ke bërë më tregojnë që tani nuk të pengon askush, je gëzuar drejt dashurisë, ke një zemër të burgosur momentalisht që shikoj dhe kjo është ajo frika që të mban brenda, është negativiteti dhe frika se çfarë thon njerëzit. Por ke dhe dyshimet e tua. Ktu shikoj që me këtë frikë që ke për momentin, nuk duhet ta vësh në dyshim jetën tënde, por duhet të gjesh ndonjëherë dashurinë e vërtetë. Duhet të gjesh ndonjëherë fjalët pozitive. Më falni. Disa nga ju kanë bllokime. Edhe kjo vjen në bazë të mendimeve tuaj që më bllokoni këto momente. Çdo gjë që ka të bëjë me dashurinë. Shikoj që ai personi i jetës tënde nuk të kontrollon më mendjen, nuk të kontrollon më shpirtin. Dhe ti duhet po e manifeston më shumë, çdo ditë më shumë dhe vazhdon pafund ta manifestosh. Dhe kërkon të shkatërrosh çdo energji negative që kërkon të prishë jetën tënde apo të prishë jetën në partneritet apo në çift. Duke vazhduar një cikël të ri në jetën tënde, shikoj që kërkon të shkatërrosh disa gjëra, por duhet të ndërmarrësh dhe të veprosh, si të poshtësh frikën, gjëja e parë, si të tregohesh si cila je, ose e keni parasysh atë kartën e identitetit që neve e tregojmë për të na parë ata persona se cilët jemi në jetë. Por duhet i lejosh vetes dhe të besosh që shumica në ju kanë frikën e dashurisë. Kjo është ajo që ti duhet t'ja lejosh vetes dhe të besosh në veten tënde që nuk është nevoja të shqetësohesh vazhdimisht për këtë gjë. Je shqetësuar dhe disa nga ju sikur kërkojnë të heqin dorë nga liria, kërkojnë të heqin dorë nga marrëdhënia, por është shumë e vështirë nëse ti vazhdon të mbash këtë marrëdhënie të burgosur brenda vetes tënde. Me sa shikoj, vështirësi të vazhdojnë në muajin korrik dhe ti kërkon gjithmonë të plotësosh anën shpirtërore edhe nuk je e qetë. Këshilla ime do të ishte që duhet të ulesh, të zbulosh çfarë të pengon ty, të përballesh me frikën tënde dhe t'i lësh mashtrimet me njën. Nuk duhet të gjesh gjithmonë fjalë, të gjesh gjithmonë fjalë për të ndihmuar atë personin që pse ta ka bërë këtë gjë. Por duhet të mposhtësh dhe të eliminosh çdo gjë që po të ndodh në jetën tënde. Me sa shoh që ti ke mungesë të frikës, domethënë mungesa e frikës të ka bërë që nuk të vë faj, sepse shumica e njerëzve e kanë këtë mungesën e frikës në dashuri dhe kjo është një dashuri që e doni pa kushte. Domethënë në dashuri s'do kushte, por duhet të marrësh pak kohë për të larguar dhe për të flakur dyshimet e tua. Shikoj që të ke nevojë të lirosh veten tënde, të manifestosh për marrëdhëniet që do gëzosh në të ardhmen tënde. Tani duhet të jesh në dieni për çfarë po të ndodh në jetën tënde. Në çdo marrëdhënie që ti dëshiron, shikoj që tani ka ardhur momenti që frikrat e tuaja të kapin frika dhe dashuria të kapin dorën me njëra tjetrën dhe të triumfojnë dashuria, sepse dashuria është më madhe nga frika. Pavarësisht se frika ty të mban në errësirë dhe ti këtë moment po mban dhe veten tënde në errësirë nga ana e frikës. Gjithsesi, unë do të thosha që ka ardhur momenti i bukur, është diçka që ti duhet ta luftosh frikën tënde dhe ta hapesh plotësisht në marrëdhëniet e reja që po të vinë. Shikoj që ka ardhur dashuria, thjesht dashuri. Shikoj që dashuria shprehet. Ti je një person i pafajshëm. Je një person që ke shumë nostalgji. Disa nga ju kanë një libër shumë të shenjtë në duart e tyre. Nuk e di kush është duke u lutur me këtë librin e shenjtë, e shikoni dhe vetë. Ky libri i shenjtë ka një dritë në fillim të duarve të këtij fëmie dhe shikoj që ky person tregon një pafajësi dhe një qetësi shpirtërore.
Këtu shikojmë që këta njerëz kujtojnë që dashuria është fryti i rinisë, i diçkaje që është të dashurosh sa je në kohë, të dashurosh dhe të veprosh duke thirrur dashurinë, sepse vetëm dashuria është e pafajshme në këtë botë. Me sa shikoj ti duhet të bashkëpunosh dhe të bashkëveprosh me të tjerët, por duhet të kesh dhe zemrën tënde të hapur. Wow! Shikoj, më falni. Shikoj që diçka e vërtet po vjen në jetën tuaj dhe është vërtet letra e dashurisë që vona sjell shumë motivime dhe këto motivime vijnë në bazë të shpërtimeve emocionale, por ju jeni duke bashkëvepruar me një person tjetër dhe keni diellin dhe hënën e plot mbrapa shpatullave tuaja, por tani ka ardhur momenti të zbuloni njëri përgjithmonë një marrëdhënie që keni ju. Me librin që keni në dorë, shikoj që ka të bëjë me të kaluarën, me kujtime të vjetra, dhe këto kujtime janë shumë të bukura brenda teje. Këto kujtime janë bujaria juaj, mirësia juaj, janë plani juaj që keni pasur në të shkuarën, dhe me këto plane keni ecur shumë kohë përpara, dhe me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti ke ndihmuar familjen, miqt, shokët, por dhe persona që janë më të vegjël se ty, mund të kenë qenë fëmijë, nipër, mbesa dhe të tilla, kushurinë. Ndonjëherë ke qenë e pavëmendshme në jetën tënde, për veten tënde, dhe gjithë vëmendjen e ke mbizotyruar personave të tjerë ose ua ke dhënë personave të tjerë, dhe ata kanë lulëzuar çdo ditë më shumë dhe ti çdo ditë më shumë je mbledhur në atë energjinë tënde. Shikoj që tani këtu mbizotoron mirësia vërtet, mbizotoron marrëdhënia, lulëzimet, por disa kërkojnë shenjat e dashit, kërkojnë të ngelin shtatzan, dhe shikoj që disa nga ju në muajin korik do mësoni që jeni shtatzan. Me këtë letër, ose disa që nuk bëjnë dot fëmijë, mund të adoptojnë një fëmijë. Dhe është momenti më i bukur në muajin korik të adoptoni një fëmijë, ju që nuk bëni dot fëmijë, okay? Po e them edhe një herë, ju që nuk bëni dot fëmijë, që jeni përpjekur mbi 6 vite e sipër, ose fillon nga 6 deri në 15 vite e sipër, okay? Nga 6 deri në 15 vite e sipër. Dhe kjo letër tregon një energji shumë pozitive, që jeni gati për diçka të bukur në jetën tuaj, për ta bërë këtë energji të mësoni rreth jetës apo rreth atyre gjërave që ju kërkoni. Gjithsesi, unë tani do të them që me çështjet e zemrës, ti do t'i thuash vetes tënde që unë jam një ëngjëll që kërkon fuqi, pavarësisht se her pas here ndihem pa shpresë, pavarësisht se her pas here ti i thua vetes që duhet të ngelem besnik ndaj vetes time, okay? Brenda vetes duhet të gjesh fuqinë dhe të mbash fuqinë, duhet ta mbash, domethënë në problemet që do të vinë, sepse ti ke një titull shumë të veçantë me këtë letër, është diçka që të duhet fuqia, të duhet koha, të duhen gjërat, por ëndrat i ke ti, ëndrat janë të tuat. Kjo letër më tregon që sado që ti këtë moment me ëndrat e tua në çdo lloj situate jep shpresë vetes tënde, tani duhet të kalosh dhe ti ishe vendosur që të kalojnë çdo lloj pengese, sepse mban lulet në duar këtu dhe më tregojnë që duhet të zgjohesh për ndryshime të reja, për marrëdhënie të reja, por dhe të ndjesh atë që ke vendosur pengesa në jetën tënde. Shikoj që ti je gati e shenja e dashit të përmirësosh gjërat në jetën tënde. Tani, pavarësisht se të duket vetja i pafuqishëm për momentin që flasim, në muajin korik, kjo letër të bën thirrje, zgjimi, duhet të zgjohesh, të ndjesh vendosmëri në gjërat e tua dhe të kalosh çdo lloj pengese që ti ke nga sot e në vazhdim. Për ju që kërkoni lexim privat, të keqen në Tarot, ju dini ku më të më gjeni, në Instagram Tarot Energji në Facebook Tarot Energji 1, në TikTok Tarot Energji 1 dhe në numrin e telefonit që e keni në rrjetet sociale, më gjeni për parashikime personale. Bëjmë 2 lloj seancash. Një seancë është 60 euro dhe seanca tjetër është 100 euro. Kush ka dëshirë, mund të vite në Tarot dhe të bëjmë parashikimin tuaj. Seanca e parë që është 60 euro zgjat 40 minuta dhe seanca e dytë që zgjat 1 orë është një orë, domethënë, dhe zgjat është 100 euro dhe zgjat
një orë. Aty mund, në brenda një orarshit tënd, mund të manifestosh për çfarë ke dëshirë ti, sepse aty më ke dhe mua pranë, duke të dhënë energji dhe fuqi dhe nuk ke nevojë të manifestosh me kërkon tjetër. Ky ishte parashikimi për shenjën e dashit. Vazhdojmë për shenjën e Luanit. Luani, përshëndetje nëntarua ty. Të uroj nëntarua një dëgjim të këndshëm, të shikojmë se çfarë do na thotë letra për ty ditën e sotme për muajin Korrik. Të shikojmë. Shikoj që ke një trishtim në këtë letër, je izoluar, të shikoj që këtë moment se si kam parasysh letrat në fakt. Okej, këtu shikoj që ke një trishtim, ke një izolim. Dikush të ka mërzitur, ose dikush do të të mërzit në fillim të korrikut. Shikoj që je zhgënjur dhe s'ke më besim tek njerëzit dhe këtë moment mund të jetë edhe dashuria që ti kërkon të shërosh veten tënde. Mund të sjellë një person në këtë letër, mund të sjellë një person që ke dëshirë të gëzohesh, pavarësisht se ke kaluar disa hidhërime me të shkuar, ose do kalosh disa hidhërime në fillim të javës. Shikoj që kur zhgënjehesh një herë dhe kur hidhrohesh një herë në jetën tënde, tani duhet të pranosh atë që po të sjell universi. E ndjen trishtimin dhe ndjenjat në humbjes. Ndjenja e humbjes është duke të shoqëruar çdo ditë më shumë, me sa shikoj këtu, dhe nuk kërkon të ndalosh. Po e ndjen humbjen, po e ndjen dhimbjen. Gjithsesi unë shikoj me këtë letër në muajin Korrik, shenja e Luanit, të ndohesh disa herë, të dalësh nga izolimi, por prap kapesh aty te bota e izolimit, sepse je kapur te bota e dhimbjes, e hidhërimit, dhe kjo letër më tregon që ti duhet kujtohesh dhe të besosh që kjo situatë, sa do e vështirë që është për ty, e di që është në interesin tënd, por kjo do të ndryshojë për më mirë, do të bëj ty pak më të fortë. Është koha të zbutësh pak zemrën, të zbutësh pak hidhërimin dhe zhgënjimet e tua, pavarësisht se këto trishtime mund të pengojnë në të ardhmen tënde. Tu shikoj që ti ke nivele të reja, duhet të kuptosh se çfarë sjell jeta jote dhe duhet të kuptoni që zhgënjimet të shndrojnë në çdo lloj marrëdhënie që mund të jesh, në marrëdhënie shoqërore, në punë apo në çift. E di që ti je duke të rrequr energji pozitive këtu këtë moment, sepse kjo është ajo që unë sa po fola pak më parë, tani po flasim çfarë do të ndodhë. Kështu që ti duhet ta kalosh këtë zhgënjim, të shndrosh të ardhmen tënde dhe të shpresosh, të ecësh me të ardhmen. Shikoj që do marrësh një mësim të fortë dhe ky mësim të bën të pyesësh veten tënde, çfarë mësim duhet të marrësh në këtë situatë. Duhet të kalosh përtej dëshpërimin dhe dëshpërimi të thotë që duhet të shërohesh nëpërmjet dashurisë, nëpërmjet mësimeve që ti ke marrë në çdo lloj situate që ke kaluar. Tani dëshpërimet duhet i lësh në jetën tënde dhe diçka e mirë po të vjen në muajin Korrik. Lëre energjinë të ecë përpara, forca jote është ajo që do të bëjë ty të fuqishëm nga ana shpirtërore, por ti duhet ta ndihmosh pak veten, sepse ke shumë imagjinata në mendjen tënde ndonjëherë dhe kjo është një frikë e errët e jotja. Shikoj që frikat më të errta janë ankthi, dyshimi, vendosmëria, por ti në qoftë se të gjitha këto dy të rrotullohen në kokë, duhet të çlirohesh dhe të kesh një dashuri për jetën tënde. Dhe në thelb të jetës tënde duhet të shikosh marrëdhënien. A shkon kjo marrëdhënie sipas planit tënd? A kjo marrëdhënie është ajo që ti ke dashur të kesh gjithmonë? Kjo marrëdhënie mos ka gjë material brenda? A ka diçka për të humbur? A ka diçka për të shqetësuar? A ka diçka për të dyshuar? Por me sa shikoj, po, mund të vësh dyshimin dhe vlerat e tua në jetë. Është diçka e lehtë që të fiksohesh në gjërat, në frikën tënde. Dhe me sa shikoj shenjat e zjarrit pas kanë shumë letrat e frikrave. Dhe shikoj që frika po mban në zonat më të errta të jetës tuaj dhe kjo ka në lidhje me dashurinë. Shikoj që ti s'duhet ta lejosh ankthin të vazhdoj dhe s'duhet të lejosh gjërat në jetën tënde të vazhdojnë të pengojnë, okay? Të pengojnë. Ankthet të tua këtë moment sikur të kanë paralizuar, me sa shikoj këtu,
duhet ta çosh në një gjendje totale dhe mos veprosh për momentin, ushqeu me energji sepse ke nevojë të ushqesh me energji, ke nevojë sepse ankthi këtë moment shikoj që është i padukshëm në këtë letër, por brenda teje e shikoj që është fshehur fort dhe është kapur pas emrit tënd, pas trupit tënd. Keni parasysh që duhet të zgjedhësh ose të kërkosh ndihmë ose të kërkosh diçka që të veproj sa më parë, por duhet të përcaktosh edhe shqetësimet që ke në këtë moment, sepse ty të ka humbur dhe kontrolli me sa shikoj këtu dhe ti këtë moment nuk di se shikoj kokën këtu, po televizin me hënë të re, me hënë të plot, me hënë të re, me hënë të plot. Dhe shikoj që du ta kesh her pas here ty luan të ikën kontrolli i gjërave, por tani unë shikoj që ti të kërkon të lirosh frikrat e tua dhe më erdhe këtu duke më dhënë dhe duke më thënë që unë po pres rezultate unë nataro, unë po pres rezultate, kam investuar shumë kohë duke pritur këtë mashkull, ose kam investuar shumë kohë për të marrë energji, për të krijuar një marrëdhënie të fortë dhe jam duke kërkuar rezultate pozitive dhe e shoh dhe këtu në fakt ti kërkon rezultate pozitive, por unë të them që të duhet akoma durim ju shenjat e luanit. Shikoj që ke besim, kërkon besim, por besimi kërkon dhe kohë, kërkon dhe orën e vet. Disa nga ju janë në procese sipër për të frustruar pak atë mungesën që unë shikoj diçka që këtu po ndryshon diçka dhe ti je duke u tërhequr dhe duke u përqendruar tek personi që ti kërkon në jetën tënde, okay? Por shikoj që ky person këtë moment nuk di se ku është. Ai ka frikrat e tija, ka gjërat e tija, por ti nga ana tjetër je në proces e sipër duke u tërhequr nga një mashkull tjetër. Por në këtë marrëdhënie me sa shikoj këtu që do të vijë, është një mungesë sepse ti këtë moment nuk do jepesh te ky personi që do të vinë në jetën tënde, por do jepesh te personi, energjia jote është dhënë tek personi tjetër dhe nuk ke më atë ndjenjën sepse është shkëputur këtë moment. Unë do të thosha që përqendrohu në diçka tjetër, përqendrohu në marrëdhëniet e tua që ke këtë moment, këtë kohë, kur ndihesh e shkëputur nga toka, duhet të jesh në një pozicion shumë të fortë, sepse këtu shikoj që vërtet ti këtë moment ju shikoj që ju jeni në procesin tuaj, në progresin tuaj, por atë japin frytet këto temët që ke ty? Apo shikon ndryshime në jetën tënde? Apo bashkëpunon me pemët? Apo punon me strategji? A ke rrugë dalje të tjera? A do gjesh ndryshimet që ti dëshiron që të vazhdosh të ecësh përpara? Këto janë përgjigjet që ti duhet i kesh në kokën tënde. Duhet i bësh të gjitha këto duke gjetur strategjin, duke kërkuar strategjin dhe të kërkosh dhe të realizosh ndryshimet që ti kërkon të ndryshosh. Por me sa shikoj këtu është dhe një person që mund të funksionojë në diçka tjetër, por ti duhet punosh me veten tënde, duhet të sigurohesh që ti je më shumë besnik dhe të gjesh formulën e shoqërisë në marrëdhëniet që ti mund të kesh në të ardhmen tënde. Por me sa shohim këtu, shikojmë që ti aktualisht me këtë letrën mesazhit të ëngjëve më tregon që me gjithë kohën, me gjithë ëngjëjt, shikoj si jeni këtu, me gjithë ëngjëjt që ti ke këtë moment, je duke larguar diçka nga vetja jote, të vërtetën. Por e tëra kërkohet në gatishmëri, ti jesh e gatshme për veprim, të veprosh menjëherë. Dhe ajo është ndryshimi i jetës tënde. Ndryshimi i gjendjes tënde aktuale, të vendosësh të ndryshosh për veten tënde, të marrësh vendime për veten tënde, të ndryshosh dhe të zhvendosesh nga veten tënde nga një vend në vend tjetër dhe të gjesh një pozicion duke kontrolluar çdo lloj situate që ti ke në jetën tënde. Duhet ta gjesh fuqinë brenda vetes. Pranoje aftësinë për të krijuar një marrëdhënie ashtu siç ke dëshiruar dhe ëndërruar. Shikoj që shenja e luanit këtë moment po merr kontrollin në muajin korik dhe kërkon më shumë guxim, kërkon më shumë marrëdhënie, kërkon më shumë lulëzim. Ke për të gjetur të gjitha këto, sepse ti ke filluar të fluturosh, të gjesh guximin, të gjesh optimizëm për veten tënde dhe të gjesh dhe besimin brenda vetes tënde që ti ja del. Dhe shikoj që ti ke hapur krahët
për të bërë fillime të reja. Pavarësisht se në këtë botë që mund të jemi, mund të trillojnë luftrat njëra tjetra, ti pavarësisht luftrave që mund të jenë, ti duhet të marrësh shembull ndaj vetes tënde dhe të jesh e disponueshme për gjërat që ti kërkon. Duhet të largoni frikën, shenjat e luanit, sepse ju këtë moment, nëse merrni këtë situatë në dorë, do jeni krenar në fund të muajit korrik. Prandaj, ju që doni parashikime me në taron, kemi 2 lloj parashikimesh. Kemi 40 minuta dhe 1 orë. 40 minuta është 60 euro, kurse 1 orë është 100 euro. Kjo që është 1 orë, mund të manifestoni për çka të doni për muajin korrik me në taron. Aty japim energji dhe manifestojmë për çfarë të dëshironi ju. Për marrëdhënie, për të ardhura ekonomike, për çfarë të dëshirosh ti atë moment në manifestimin që ti je duke kërkuar. Të uroj në tarua një muaj të mbarë dhe ty shenja e luanit dhe parashikimi ishte i përgjithshëm, nuk ishte personal. Për çdo ju që kërkoni parashikime personale, më gjeni në Facebook, në TikTok, në Instagram, por dhe në emailin e në Nataros, taroenergy1@gmail.com. Kurse në Facebook, Instagram dhe TikTok jemi po me të njëjtin emër, Taro Energy 1. Vazhdojmë me shenjën tjetër. Dhe kush është shenja tjetër? Shenja e Shigjetarit. Shenja e Shigjetarit, të shikojmë se çfarë do na sjellë. Shenja e Shigjetarit. Oj, shenja e Shigjetarit, të shikoj të trishtuar, të shikoj të izoluar me veten, të shikoj që dashuria nuk po të ka sjell në një gëzim, nuk të ka sjell gëzim, të ka sjell trishtim. Okej. Lëm këtu për fillimin. Shenja e Shigjetarit, siç e thashë për shenjën e luanit dhe të dashit, kush dëshiron të ketë parashikime me në taron privat, keni ku më gjeni në numrin e telefonit, por dhe në emailin taroenergy1@gmail.com dhe në numrin e telefonit gjithashtu. Vazhdojmë, shikojmë këtu që këtë moment, në këtë letrën e parë, shikojmë që dashuria mund të sjellë gëzim, mund të sjellë dhe zhgënjim, mund të sjellë dhe hidhërim, por shikoj që ti këtë moment nuk duhet të trishtohesh nga izolimet e tua, nga frikrat e tua, dhe dashuria të sjellë dhe ndryshime në jetën tënde. Po shikoj njerëz të rinj në jetën tënde, po shikoj diçka të rëndësishme. Duhet ta pranosh trishtimin dhe ndjenjën e humbjes me atë person që ti ke menduar të kesh në jetën tënde. Gjëja e rëndësishme në jetën tuaj është të ndalesh dhe të shikosh dhe humbjen, por megjithatë shikoj që je kapus pas hidhërimit dhe je duke qartë, duke hapur kapitull të rinj dhe shikoj që në këtë kapitull që kërkon të hapësh je në një botë tjetër, por me një hidhërim brenda vetes shumë të madh. Shikoj që ju shenjat e zjarrit pas keni hidhërime shumë të mëdha me këto letra, nuk e di pse kaq shumë. Është një kohë shumë e fortë këtë moment për të gjithë, sepse kemi frikrat e luftrave, kemi frikrat e njerëzve, kemi frikrat çfarë do ndodh, pse do ndodh, s'ka faj njerëzimi, s'ka faj kjo, por shikoj që shumica nga ne do dëgjojnë humbje të mëdha në rrjetet sociale që do të ndodhin dhe kjo është letër këtë të tregon që ti ke frikën e njerëzimit, ke frikën e personave dhe frikën e hidhërimit dhe të zhgënjimit, të trishtimit, sepse mos të pengojë edhe ty në nivelet të tjera të jetës tënde kjo lloj lufte që po vjen. Shikoj që në këtë letër trishtimi mund të pengojë disa gjëra në jetë, por ti të kalosh një nivel tjetër, të bësh një femër ose një mashkull më i fortë dhe shikoj që do të treqesh një energji pozitive të re në jetën tënde. Disa nga ju do kenë një energji pozitive në marrëdhënie, disa do ta kenë në punë, disa situata që janë do të sjellin një mësim shumë të fortë në punë apo në jetën tuaj. Në jetën tuaj të duhet të gjesh forcën, por shikoj që gjithmonë kapesh te frikrat e vjetra. Duhet të ecësh përpara dhe të mos mendosh më për të tjerët. Me sa shikoj këtu, në sytë e tu shikoj që ke kthyer kurizin këtë moment dhe kërkon të kesh vetëm dashuri, kërkon vetëm jetën tënde të mos ose të kesh një marrëdhënie që ke dashur ta kesh për gjithmonë. Por me sa shikoj e ke humbur veten këtë moment dhe ke frikë nga njerëzit, ke frikë dhe je fiksuar në gjëra që
kanë të bëjnë me frikrat e tua të brendshme. Shikoj që kjo frikë ka të bëjë dhe me një lidhjen tuaj, me dashurinë tuaj, por mos e lejo që asnjë njeri të paralizojë jetën tënde. Je në gjendje të ecësh, je në gjendje të mos veprosh dhe të qëndrosh në atë gjërat që ti kërkon, sepse ti je duke ushqyer me energji këtë moment dhe duke marrë energji këtë moment, jeta këtë moment të ka përcaktuar që ti nuk duhet ta shqetësosh veten tënde, zemrën tënde. Ankthi shikoj që është i dukshëm në jetën tënde sepse ti ke kthyer kurrizin çdo kujt dhe ke frikë të tregosh të vërtetën se kush je. Me sa shohim këtu, ankthi këtë moment të bën ty që të zgjedhësh nëpërmjet gjërave që ke. Me sa shikoj duhet të investosh shumë nga ana shpirtërore dhe të gjesh rezultate të reja, por të duhet besimi, vlerësimi, duke pritur rezultate të reja, duke investuar në jetën tënde dhe shikoj që je duke krijuar energji të reja, ka hapur krahët dhe je duke tërhequr energji në jetën tënde. Sidoqoftë, kjo energji sjell rezultate pozitive për shumicën e ju, por të duhet shumë durim këtë moment. Durimi është në proces e sipër. Duhet të jesh një person i dur dhe të jesh më tërheqës me personin që ti kërkon në jetë. Ndonjëherë ne mendojmë që personat që kemi lënë në të shkuarën janë personat e dur për jetën tonë, por në të vërtetë ne jemi duke kërkuar dhe universi prandaj na sill këta njerëz që të dimë se çfarë do përmirësojmë në jetën tonë, ndaj vetes tonë, që kur të vi personi dur, t'i japim atij personit një dashuri dhe një respekt dhe një përqendrim të veçantë në marrëdhënie. Por me sa shikoj këtu ti je shkëputur nga kjo botë dhe ke zënë një pozicion duke hapur krahët dhe duke qenë mjaftueshëm dhe duke përmirësuar gjërat në jetën tënde sepse ke filluar të marrësh frymëlirisht dhe këtu në mezin tënd ke një rreth të lidhur fort për të mbajtur dhe të bashkëpunosh me veten tënde. Por me sa shikoj të duhet një bashkëpunim dhe me të tjerët që do të vinë. Thjesht të duhet besimi dhe besimi do të bëjë ty të funksionosh si njeri. Me sa shikoj këtu, ti duhet të vazhdosh kështu siç je, sepse po je duke shkëlqyer, po ta shikosh këtu. Dhe ky shkëlqim vjen nga personaliteti jot i brendshëm, nga ana shpirtërore, sjell gjëra të shkëlqyera. Shikoj që bashkëpunimet me të tjerët janë në rrugë të mbarë. Ti tani e tutje duhet të gjesh formulën e shoqërisë në çdo lloj marrëdhënie që mund të kesh në jetën tënde. Me sa shikoj letra e ëngjëllit dhe mesazhet e tua janë që ti je një femër ekselente, duhet të mbash veten me të qetë, të mendosh për veten tënde, sepse çdo njeri që vjen në jetën tënde ka benefite të veçanta. Jepi vetes tënde relaks, jepi vetes tënde atë që ti kërkon ditën e sotme, por mesazhet ditën e sotme janë që ti në jetë duhet të gëzohesh, sepse tani është koha të besosh, sepse rruga jote është rruga e dur që je duke ndjekur këtë moment. Beso dhe shiko lidhjet e tua të zemrës. Manifesto në kohën tënde më të mirën tënde. Besimi në Zot kërkon guxim, kërkon të largosh barrën e rëndë që ke dhe bëje gjithçka vetë. Mos prit nga të tjerët, as ka i person. Por me sa shikoj këtu, ti je duke pritur këtë person dhe shiko si ke hapur krahët për këtë person. Ky është akoma duke të kthyer kurrizin. Okej, është duke të kthyer kurrizin dhe ky ti kërkon të marrësh energji këtë moment dhe zvogëlon energjinë tënde duke ia dhënë këtij fuqinë. Prandaj përmirëso situatën sepse kjo letër të tregon që ti nuk je vet. Okej, kjo letër këtu më tregon që nuk je vet. Thjesht kjo letër të tregon që ti gjithashtu duhet të veprosh dhe të përmirësosh çdo gjë në jetën tënde. Mesazhi im është: ndihmo veten tënde dhe ik lau në det. Letra të tregon që kripa e detit ose një banjë me kripë detit do të bënte mirë këto momente. Dhe ju shenjat e zjarit shigjetari, se ishte për shigjetarin ky parashikim, na tregoi si duhet të përmirësojmë veten, duke pasur optimizëm, besim dhe guxim. Duke përmirësuar situatat, pavarësisht se energjia dhe dëshira juaj këtë moment është që të veproni dhe të merrni vendime për veten tuaj. Besimi në Zot, besimi në univers kërkon guxim të fortë. Por duhet ta heqësh barrën që ke në kurrizin tënd dhe të lëshosh gjithë frikrat e tua, se çdo situatë është në dorën tënde. Tani e tutje, shikoj që ti në duart e tua kërkon të hapësh një faqe të re.
por prapë se prapë e ke inatin brenda vetes tënde dhe je duke kërkuar gabimet e tua tek të tjerët. Largoji nga vetja gabimet dhe qetëso. Pema jetës do të jap një punë të fortë, sepse ti e ke marrë mësimin aktualisht dhe muaji korik të tregon që ti tani duhet punosh me zemrën tënde dhe të ndihesh sepse je e vetme në këtë situatë, nuk ke të tjerë dhe duhet të tregosh që ti je fort dhe mos e zvoglosh energjinë për asnjëri. Je duke mësuar të tjerët aktualisht, sepse bën një mësuese të fortë për të tjerët, por nuk je mësuese për veten tënde. Ju uroj në të arua një mbrëmje të bukur dhe një energji sa më pozitive kudo që jeni. Ju përqafon në të arua dhe një muaj të mbar për muajin korik. Të gjithëve kudo që jeni, ju përshëndes. Natën e mirë.